Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallim ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë, për gjitha ato të cilat nuk i numërojmë dot. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka bëu musliman. Pastaj që na ka mundësuar që të vazhdojmë shoqërimin tonë në këtë termin të rregullt, e i cili deri mas Ramazanit është i fundit, për shkak se sot një javë kemi teravin e parë, domethënë sigurisht do të jetë tjetër program i derseve, i ligjëratave dhe i përkujtimeve. Pikërisht për shkak se jemi shumë afër Ramazanit, sonte do të flas thjesht një përkujtim të shkurtër, shpresoj të jetë i dobishëm, për ardhjen e këtij muaji të bekuar. Disa i thojnë muaji i shejtë i Ramazanit. Muaji i Ramazanit nuk është i shejtë. Janë tjerë muaj ata që janë të shejtë, ndërsa muaji i Ramazanit është i bekuar. E me bëmi shkumenja dikujt me pyetje, cili o ma me vlera, i shejtë ai i bekuar? Përgjigjja është se Ramazani është ma me vlerë. Pavarësisht që janë gjesim emnin. Është begati e madhe, dhuratë e Allahut fuqiplot, është mirësi atij që Allahu ja mundson me e prit, gjallë, e shnosh e rahat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i paralajmëronte, ose më mirë me thonë, i sihariçonte, ju merrte myshde sahabeve të vet me ardhjen e muajit të Ramazanit. Edhe u thonte etakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Ju erdhi muaji i Ramazanit, i cili është muaj plot e përplot bekime, mirësi, përfitime edhe mundësi të arta. Fjala mubarak është fjalë e cila ngërthen në vete shumë ma shumë se sa këto që po i shprehim na. Jemi të paaft me shpreh atë që ka thonë Allahu ose atë që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një dhuratë të Allahut. Edhe gjatë kësaj myshde edhe këtij sihariçi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka kujtu sahabeve ato gjëra që ndodhin në Ramazan, ato mirësi të shumta, të panumërta, disa prej tyre që i ka përmend, e që janë ju erdhi Ramazani, që është muaj plot bekime. Kur të vijë Ramazani, mbyllen dyert e xhehenamit, hapen dyert e xhennetit, prangosen apo lidhen djajt, shejtanët. Në këtë muaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një natë e cila ka vlerë më shumë se 1000 muaj bashk. Pra një natë në Ramazan që është, jo se cila natë gjithsesi, por një prej tyre, vlera e saj të i kalon vlerën e net vetë të 1000 muajve bashk pa këtë natë. Edhe në fund ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hurima khairaha faqad hurim, ai i cili e privon veten prej mirësisë së kësaj nate edhe të kësaj kohe edhe të këtij muaji, ai që e privon veten prej këtyre mirësive, ai një mend është privu. Një mend ka mbet duarthat, një mend ka mbet i ngrat për me të ardhur keq për te, me të dhimbt. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shto, na do dojmë me kuptu se Allahu po ofron diçka, ajo diçka është shumë çka, ka vlerë të madhe, po ofron diçka cilën secili mundet me arrit. Zatën Allahu nuk ofron diçka, as nuk thret për me arrit diçka e pastaj me ta largu synimin. Për shembull, na kur bëjmë lojna me fëmijë, themi, a mundesh me emri çto, e masën ja ngritim dorën larg për mos më mujt me emri. Allahu s'bën kështu. Allahu krejt çka ofron
edhe pse na e përshkruan atë që ofron si diçka jashtëzakonisht të vlefshme. Sikur është rasti i xhennetit për shembull, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se xhenneti përveç që është i papërjetuar, i papar, i padëgjuar, është edhe i paimagjinueshëm. Në te thot ka çka syni s'ka pa, veshi s'ka dëgju për te, por edhe njeriu s'mundet me i shku menja për ashtu diçka. Çështu është xheneti. Në tjetër vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, asnjëri prej juve, as prej neve nuk mundet me arrit xhenetin me veprat e veta. I kanë thonë ja Rasulullah, na po e dim për neve, se ja dim hallin vetit, po ti, thot as unë përveç nëse Allahu më mëshiron. Përshkrimi i xhenetit për një mend është aq madhështor sa që çdo njeri prej neve do të zhgënjehej duke e njoftë veten për pamundësinë me arrit atë vlerë aq të madhe. E njëjta gjë është edhe me mirësitë e Ramazanit. Çdo njeri prej neve do të zhgënjehej ose do t'i humbte shpresat, ku muj me mrione me i shërby një natë e cila i të i kalon vlerën i 1.000 mujve. Ku muj me mrione në natë të Ramazanit me më shkru emni prej atyre cilët nuk do të shkojnë në xhehenem. Ku muj me mrione me siguru një shpërblim të Allahut fuqiplot, cilin as vet nuk e imagjinoj dot. Edhe unë menoj që me menu njeri për vetën qështu është në rregull, është e sakt. Por duhet mos me e haru një gjë. Ajo është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë edhe për vetë, as unë nuk muj me arrit xhenetin, përveç nëse Allahu më mëshiron. E pastaj, por mos me ndodhë zhgënjimi edhe dëshpërimi, edhe humbja shpresës, na pasi që e pranojmë se vërtet s'jemi në nivelin e duhur, e pranojmë të njëjtën kohë madhështinë, mirësinë e pakufishme, gjithë mëshirën e Allahut fuqiplot. E që kjo është shumë e rëndësishme te rasti jonë edhe te kjo për çka jena të folë. Pra, me na këshyrë neve, ndoshta bën me thonë, plot begati që Allah na i ka dhënë si meritojmë. Ose si meritojmë për shkak të mungesës së gatishmërisë për të qenë mirënjohës. Ose s'kishëm ditë as me i lyp, se le me vepru për to, megjithatë Allah i madhruar na i ka dhënë. E këtu vjen shprehja ajo që e ka formulu dikush kur ka thonë, o Zot, na e ke dhënë udhëzimin pa ta lyp, mos na privo për xhenetit, mos më na nal xhenetin, duke qenë se e lypim edhe e kërkojmë. Allahu është shumë i mirë, Allahu është shumë i mëshirshëm dhe gjithë atë që Allahu i madhruar e ofron, ajo për një është e mundshme edhe e kapshme për neve. Mos e këshyr vlerën e saj edhe me thonë unë këto s'muj me e blej. Me i thonë dikujt valla është një artikull çështo ka çikash vlerë, çështo është me diamanta, me kështu me radhë, thotë, badjava është me diamanta, shumë i mirë është, po unë s'kam mundësi me e blej atë. Në dunja çështo është realisht. Mirë po, me pas punë me Allahun nuk është kështu. Pse? Për arsye se neve na mjafton të ndërum vllazën, na mjafton që na me dasht. Me dasht me hyn xhenet. Edhe ai i cili don me hyn xhenet, ai ka me hyn xhenet. Në xhenet s'ka me hy vetëm ai i cili s'don. Vetëm ai i cili refuzon. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kullu an-nasi yadkhuluna al-janna illa man aba. Të gjithë do të futen në xhenet përveç atyre që refuzojnë. Është e çuditshme me thonë përveç atyre që refuzojnë, po ky është këndvështrimi jon si besimtar. Them çu shko mundsi njëri me refuzon në xhenet me hy. Mirë po ka plot njerëz me i vet, me i pyet, a don me shku në xhenet, ato lem të knasna çto se s'po ngosht për xhenet. Ky është ai që nëse si e ngosht për xhenet, edhe xheneti nuk është ngosht për ty. Kthehemi te Ramazani. Ai i cili don me përfitu, ai ka mundësi me përfitu edhe atë shumë. E kemi agjërimin si pjesën më të rëndësishme të identitetit të Ramazanit. Se Ramazani është kohë, agjërimi është veprim, ibadet. E na nganjëherë përdorim njëri tjetrin, a jemi agjërim, a jemi Ramazan. Njëjtin kuptim e kemi, kjo për shkak se agjërimi për një mend e identifikon muajin e bekuar të Ramazanit,
si veprime ma sublim. Na po i themi veprim, a në të vërtet agjerimi nuk është veprim. Është ibadet. Po aty s'kena mu lodh, s'kena kur gjë me bo. Thjesht do të mos me i bo të gjana edhe që i agjerushëm. Mos me hangër, mos me pi, mos me i bo ato punë që e prishin agjerimin, edhe që shtu i agjerushëm. Pra, është një formë specifike e veçantë shumë e konfirmimit ose e dëshmisë së nënshtrimit ndaj Allahut fuqiplot. Me namaz, qysh i nënshtrohemi Allahut? Pastrohemi, marim abdes, kthehemi ka kibla, marim tekbir, qëndrojmë në kam, shkojmë në rukun, sejdë dhe kështu me radhë. Krahas këtyre veprimeve i kemi edhe do përshpëritje që i bajmë. Thojmë diçka, vetë me vete, ose imami thot kur do të me thonë, kryesorja janë veprime edhe fizike edhe shprehje me fjalë. Zeqati do të me shti dorën në xhep, me nxjerr do pare me i dhonë për hir të Allahut. Haxhi e njëjta gjë, do të me nxjerr do pare, po pastaj do të me shku edhe fizikisht me u lodh, e qështo. Veç të agjerimi është krejt ndryshe. As do të me shti dorën në xhep, as do të me lëviz, as do të thjesht, do të mos me hangër edhe mos me pi. Edhe mos me i bo ato punë që e prishin agjerimin. Braktisje e veprimit, pasivitet nëpërmjet cilit edhe kështu e shprehim për uljen edhe nënshtrimin ton ndaj Allahut fuqiplot. Zatën, ma mirë se Kurani që e përshkruan këtë punë në mënyrë të përgjithshme, gjithsesi, kur thot Allah i madhruar në surën Nahl, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj vërtet namazi im, edhe kurbani im, edhe jeta ime, edhe vdekja ime është për Allahun Zotin e gjithësisë. Pra krejt ajo çka lëvizim edhe ajo atëherë kur s'lëvizim, kur flasim edhe kur heshtim. A bëjmë ibadet edhe me heshtje na herë? Po bëj pyetje. Kur flet imamin hutbe e na heshtim. Ibadet jetë u bë. Çaj ibadeti i heshtjes, po e marrë si shembull gjithsesi, xhamati heshtin, khatibi flet, që ky ibadeti zaventson 2 rekate namaz. Se 6 ditë në javë të falim drekën 4 rekat, një ditë, ditën e xumë, e ngojmë një hutbe, e thojmë një hutbe, e ngojmë një hutbe, edhe i falim 2 rekate edhe jemi në rregull me ato 4 rekate të rëndomta. Pra na bëjmë ibadet të fol, bëjmë ibadet të hesht, bëjmë ibadet të ushqy për me u fuqizu, të flajt për me u fuqizu, po bëjmë ibadet edhe të qëndru, të përballë me uri edhe me etje, sikur se është puna e agjerimit, edhe agjerime për një mend është shumë skajshmërisht i veçantë, specifik, si vlerë, nuk është i lehtë, për mu vazhdon hala me mete çuditshme. Agjerimi kaq i ran, kaq i vështirë, e kaq shumë njerëz e praktikojnë, namazi kaq i lehtë, e kaq shumë njerëz nuk e praktikojnë. Këto do të me zbërthy, nashta edhe në shumë aspekte, e çuditshme, po kur të gjoni dikën që agjeron e s'falet, mos i thoni badihava po agjeron, se vallahi është keq me i thonë dikujt çështo. Se me u bë dikush sebeb që ai i cili s'falet me braktisë dhe agjerimin, ku për çato që i ka thonë jetu agjeru badihava. Po çka do të mi thonë ati? Ati do të mi thonë qysh bre burr, agjerimi kaq i rane po e ban. E namazi kaq i lehtë s'po e ban. A i njëjti Zot ta ka lyp edhe namazin edhe agjerimin. Besoj u qartësu si ide, po du me thonë se agjerimi është kompletimi i mozaikut të gjitha formave të përuljes dhe nënshtrimit ndaj Allahut fuqiplot. Edhe me agjerim, ato 5 shtyllat e Islamit që i dim na, janë pikrisht manifestim i të gjitha formave të nënshtrimit ndaj Allahut fuqiplot, e duke qenë kaq i veçantë, Allahu ka thonë për çdo vepër që e bën i biri i Ademit, e merr shpërblimin qysh i takon përveç agjerimit. Pra me agjerim se merr shpërblimin qysh i takon, po e merr shpërblimin në mënyrë shumë të veçantë, thot Allahu përveç agjerimit i cili është ekskluziv për mua dhe unë në mënyrë ekskluzive për te shpërblej. Edhe namazi është për Allahun. Të paktën kështu duhet të jetë. Po a ka mundësi dikush ta bëjë namazin jo për Allahun? A ka mundësi? Ka mundësi. A ka mundësi dikush haxhin ta kryej formalisht, po të mos e ketë
synimin me e fitu kënaqësinë e Allahut. Edhe kjo ka mundësi. Por në histori nuk është dëshmu që dikush të ketë agjëru jo për hir të Allahut. Kam fjalën të hipokrizia, jo të ato agjërimet të idhujtare që i bojnë në forma të ndryshme. Pse? Se s'ka mundësi dikuj mi u shit agjërushëm. S'ki që dëshmon që i agjërushëm para insanit. Vetëm Allahu mundet me ditë që ti i agjërushëm. Askush tjetër nuk e din. Për këtë arsye agjërimi është kaq i veçantë. Edhe për këtë arsye shpërblimi për te do të jetë befasues. Shpërblimi për agjërimin, për secilin prej neve, sado që mendojmë qysh ka me na shpërbly Allahu, qysh ka me na çunë në xhennet për shkak të agjërimit, qysh kanë me na u thirr emnat ka porta e Rejjanit, qysh kena me u kënaqe kështu me radhë, megjithatë, s'munu me imagjinu sa ka me na shpërbly Allahu për agjërimin. Sa ka me shpërbly Allahu agjëruesit, kërkosh s'munut me imagjinu. Pse? Për arsye se edhe logjika pastaj e kap që diçka që po bëj ka veç për Allahun edhe hiç po bëj ka ndryshe, për një mend ko ka vepër sublime, vepër shumë madhështore, edhe si e këtill e meriton edhe shpërblim të veçantë. Ai shpërblimi i ahiretit gjithsesi është i rëndësishëm. Funit njeri lodhet të agjëru, lodhet të u fal, shpenzohet të dhënë zeqat, lodhet të kry haxh, lodhet të bë sabër në rrugt të Allahut fuqiplot, nganjëherë edhe sakrifikohet, edhe e pret shpërblimin tek Allahu fuqiplot, por asnjë shpërblim i ahiretit nuk e përjashton edhe shpërblimin e dunjas, ose nuk i përjashton edhe përfitimet e dunjas. A ndodhin, as ndodhin, është tjetër mohabet ai. Megjithatë, na mundëm me u shpërbly, edhe sigurisht jemi shpërbly për këtë namaz që e falem së bashku, edhe tash. Ani pse halasim i ringjallë për me dalë me pa çfarë vepre kemi bë që e falem jacin. Megjithatë, të gjitha këto rrethana, Allah i madhruar shpërblen, shpërblimi përfundimtar është në ahiret, ndërsa para shpërblimit përfundimtar ka edhe shpërblime tjera. Pyetja që parashtrohet këtu në natyrshëm është: cili është shpërblimi i dunjas për agjërimin? Është e konfirmuar me ajet Kur'anit? A ju kujtohet në kujt? Ajeti që flet për agjërimin, ajeti motto e kësaj teme, i 183, apo dak? Ai ku Allah i madhruar thot: o ju që keni besu, ja ju helledhina amenu, kutiba alejkumus siyam, u është bë obligim juve agjërimi, ashtu sikur se e kishin obligim ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Shpërblimi i dunjas është devotshmëria. Shpërblimi i dunjas për agjërimin është arritja e devotshmërisë. Po na menojmë që devotshmëria ka lidhje me ahiret. A është ashtu apo jo? Se për devotshmëri pastaj Allahu i shpërblen të devotshmit. Xheneti thot uiddat lil muttaqin. Xheneti është përgatitur për të devotshmit. Allahu i don të devotshmit. Allahu i mbron të devotshmit e kështu me radhë. Domethënë, devotshmëria pas ka shpërblimet vetat. E që sa interesant është agjërimi. Arrin shpërblim për agjërimin, arrin devotshmëri prej agjërimit, pastaj arrin shpërblim tjetër për devotshmërinë. Por gjithnjë duke e pas parasysh se devotshmëria edhe agjërimi nuk janë dy gjëra të ndryshme. Agjërimi është ibadet, ritual, s'po i thon veprim, masi që veç është abstenim edhe heqje në dorë ose vetë përmbajtje, por agjërimi është diçka që prodhon devotshmëri, e fuqizon devotshmërinë e cila është, se mundim me thonë, po mirë, vitin e kalum kemi agjëru, a ka prodhu agjërimi vitit kalum devotshmëri? Po. E pse do të agjërojmë edhe si vjetë, për me fuqizu qatë devotshmëri. Ajo ndoshta për vitit kalum ka përjetu turbulencat të ndryshme, mbase është zbeh, mbase ka pësu ranje, apo mbase në vitin e kalum është arrit, po tash kemi nevojë me ngrit edhe me avancu hala ma shumë e kështu me radhë, që pak ka rëndësi kjo në këtë formë qysh po e them unë, por ajo që ka rëndësi është ta kuptojmë se agjërimi e prodhon devotshmërinë e cila është gjendje. Nuk është as fjalë, nuk është as pretendim, nuk është as formalitet, po ka formë në devotshmëri, ka edhe fjalë në devotshmëri. Mirë po është tanësi
e cila i përmbledh edhe bindjet e besimin, i përmbledh edhe ndjenjat, i përmbledh edhe fjalë të gjithsesi, veprime të gjithsesi, e përmbledh edhe devotshmëria, e përmbledh edhe domllef nga njëherë që e kemi, mbas edhe me arsye, po cilin do të me e përbi edhe pse është zar. Ajetet e surës Ale Imran që flasin, shpejtoni, nxitoni të xhenetit gjërësia e cilit është saqet e toka është përgatit për të devotshmit. Përdini këtë ajet, Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-darra, ata cilët shpenzojnë edhe kur i kanë punë të mirë, kur janë shlirë, edhe kur janë në ngosht. Wal kadhimin al-ghayz, edhe ata cilët do të me e gëlltit mlefin, edhe pse shumë e rronë. Se ghayz nuk është thjesht zemrim. Zemrimi mundet me koni nivelit të ullt, po mlefi është zemrim i nivelit shumë të nalt, e në shumicën e rasteve ai mlefi mundet me koni edhe i arsyeshëm. Do thonë ki shumë arsye me u irritu, edhe me u idhnu, edhe me u zemru, edhe me u mlefos. Shumë arsye ki, megjithatë mundesh me pas edhe mundësi me shfrya të mlef, edhe me thonë po ballë se 2 dur jam për një kry, edhe unë të bëj kështu dhe të bëj kështu, mirë po e din që ma mirë është me u përmbajt edhe e përbin, e gëlltit gjitha të mlef, që nuk është lehtë, e që kjo është devotshmëri. Pra, devotshmëria përfshin shumë gjana, devotshmëria përfshin edhe mërzi, ndjenjet keqardhjes, ndjenjet të vjen keq, për shembull kur e lexon një postim dikujna, ose e dëgjon një fjalë dikujna, ose një koment dikujna, ka fol keq për Allahun, ka fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka fol keq për musliman, ka fol keq për fe, ty të vjen thu, mas pari të vjen me thonë zot shqyr, edhe kur mos kofsha një kurën e çati persone. Masani të vjen keq pse me thonë ashtu për Zotin, masani të çuditësh çysh mundet një njeri me thonë, me mendu edhe me thonë ashtu, edhe që ndjenja e keqardhjes është pjesë e devotshmërisë. Masani në të gjitha, pse po i përmendin ndjenjat, veç për me e kuptu se devotshmëria është përtej dimenzionit formalitetit. Devotshmëria, sidomos ajo që synohet të arrihet nëpërmjet agjerimit, mes tjerash, ajo e te i kalon nivelin e formalitetit. Për çfarë arsye? Për arsye se njeri mundet me u dëshmu i devotshëm, jo me u tregu, s'po them me u tregu, po me u dëshmu. E kur them me u dëshmu, e kam për qëllim para Zotit, me u dëshmu i devotshëm, edhe kur falet ulën, ani pse është kusht prej kushteve të namazit me u falë në kam. Por ai që s'mundet me qëndru në kam, ai falet ulën, edhe arrin sevapin e qëndrimit në kam. Ai i cili nuk agjeron, edhe me mos agjerim njeriu mundet me arrit devotshmërinë në Ramazan, nuk agjeron me arsye, ka agjeru gjithë jetën, ka agjeru sa ka qenë i shëndosh, ka agjeru sa ka qenë i fort, edhe tash çiftin e tij do të me e bind për mos me agjeru, çashtu çysh do të një djalë të ri me e bind për me agjeru, edhe me nxjerr bind, mu më ka ndodhur, edhe besoj edhe ju keni pas raste, për një vend me zor me e bind njerin, më bre se s'dosh me agjeru ti. E ai tu mos agjeru e arrin devotshmërinë. Pse? Për arsye se e ka ato që Allahu e din gjithsesi, e ka dëshirën e flakt me agjeru, e ka ndjenjen e zjarrt të keqardhjes, pse s'po mundet me agjeru, i ka pëshërtimat, e ka lotin, edhe që ky njeri ndoshta jo vetëm që është i barabart me shumicën e neve që agjerojmë, por ndoshta dikujt dhe ja te i kalon. Do një agjerusi bëva ki edhe ja te i kalon. Edhe ai që falet ulën, bëva ki ja te i kalon dikujt që falet në kam. Pse? Për arsye se ai falet ulën për shkak të arsyes që ka, ndërsa ndin keqardhje pse s'po mundet me u fal në kom, në atje të falemi në kom, edhe kush edhe ka i çojmë met, nuk jemi të vëmendshëm nganjëherë me falendëru Allahun që na ka dhënë shëndetin e fuqinë e kështu me radhë. Çaj devotshmëri që prodhohet prej agjerimit, do të me e shoqëru pastaj njeriun gjatë gjithë jetës. Edhe do të me reflektu për ditës të Bajramit, e deri në natën e Ramazanit të ardhshëm, kush ka ymër, ai do të me reflektu edhe do të njerëzit që e shohin, e njohin, kanë punë me te, flasin me te, ata do të me ditë që e paska agjeru Ramazanin. Pse?
për arsye se qenë ka njeri i devotshëm. E çka ka lidhje që është i devotshëm? Po njeri i devotshëm nuk rran, nuk mashtron, nuk ofendon, nuk shpif, nuk bart fjalë, nuk intrigon, nuk bën gibet, nuk plotësene që na jemi dëshmitar që të njerëzit sot fatkeqësisht shumë janë prezente këto vese të këqija, po e që është hala ma përkeqardhja është se të një pjesë e muslimanëve gjithashtu janë shumë prezente. Të njerëz që shkojnë në xhami, të njerëz që falin 5 vakt namaz, të njerëz që në mes 2 namazeve, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mes namazeve shlyhen gjunahet, ose ka thonë nëse ndonjëri prej jush e ka një lum që i ka lënë kadera edhe lahet në te 5 herë në ditë, a ka më mbet ndonjë papastërti në trupin e atij njeriu, kanë thonë jo, kështu është namazi, ndërsa na e shohim të kundërtën fatkeqësisht. Mes 2 namazeve, mes daljes prej xhamisë dhe ardhjes tjetër në xhami, e sheh muslimanin të bësh shumë gjëra të liga. E sheh, s'është patjetër ti më e pa, po e sheh Zoti. Edhe e dim se këto gjëra po ndodhin. S'jam tu gjyku, as jam tu paragjyku. Jam thjesht të thonë ajo që fatkeqësisht është realitet. Edhe çuditemi kur na thonë qysh bre ti sapo dole prej xhamisë edhe po bën kështu. Do thonë njerëzit hiç pa e lexuar libra, edhe pa e ni kërkon, e din se ai i cili u ka në xhami edhe sapo ka dalë prej xhamia, ai nuk bën me punë të liga. Si e 5 herë në ditë tu taku me Allahun fuqiplot. Qysh i del në vaktin tjetër Allah të madhruar përpara. E ç'kjo është efekti i devotshmërisë së arritur. Njeriu i devotshëm nuk bëhet me laçe. Njeriu i devotshëm, edhe ai që ka agjëruar, edhe ai që i fal 5 kohë namazet, ai nuk bëhet me laçe, nuk bëhet i pagabushëm. As sahabët s'kan qenë të pagabushëm, as kur në histori muslimanë s'kan qenë të pagabushëm. Mirë po ata muslimanët e veçantë edhe të devotshëm, ata e kanë veç një specifike, kanë veç një karakteristik edhe në raport me gabimin. Nuk akomodohen në gabim. Nuk njihen komod me punë të këqija, me fjalë të këqija, me mendime të këqija, me sjellje të këqija, me kështu me radhë. Veç njihet komod. Realisht, ç'kjo është esenca. Esenca është që walladhina idha fa'alu fahishatan, përshkrimi matutje në surën Al Imran i të devotshmive, për cilët është përgatitur xheneti. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ata të cilët bëjnë ndonjë punë, Allah thot fahishe, punë e ndytë. Jo gabim do si do. Punë e ndytë. Ose i bëjnë ndonjë vepër me të cilën i bëjnë shumë zullum vetës tyne. Do thonë po flet Allah për gabime të rana, edhe po i qunë që ata njerëz devotshëm, dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Në moment ju kujtohet Allahu, edhe e mendojnë kthimin. Ju kujtohet Allahu, gabova, ku për mu çka bona. Allahu nuk e dhënë këtë vepër, tash mendojnë çysh me u kthy. Ka deviju pak për rrugës, çysh me u kthy në rrugë, fastaghfiru li dhunubihim. Menjëherë kërkojnë Allahut falje për ato gjunahe dhe ato gabime që i kanë bërë. Pra, i devotshmi nuk është i pagabushëm, po i devotshmi është i kthyshëm. I devotshmi e lyp rrugën e kthimit, edhe pikërisht që kjo është sfida për secilin besimtar. Gjithë kena me gabu. Përsa ta Allah i madhruar, pa ndërprej e kalon derën e teubës hap. Edhe ajo nuk mbyllet përveç në 2 raste. Në 2 raste mbyllet dera e teubës. Individualisht i mbyllet ati që i ka arë shpirtin fyt. Inna Allahe yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yughargir. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e pranon pendimin e robit derisa të mos kërhat për me i dalë shpirti. Do thonë, individualisht që shto mbyllet. Ndërsa kolektivisht mbyllet kur t'lin dielli ka përëndimi që s'ka mo. Do thonë, s'ka mo ymër dunjaja, jo veç filone e fisteku, kush e pret kiametin. Do thonë, përdryshe, gjithmonë dera e kthimit edhe e pendimit është hapun. Pse është hapun? Për shkak se njerëzit gjithmonë kanë nevojë që ajo derë me mbet hapun, për shkak se gjithmonë gabojnë. I devotshmi nuk është i përkrym, i devotshmi është i kthyshëm. Devotshmëria nuk është formalitet, është gjendje. Gjendje në cilën çdo qeliz e jona, çdo pjesë përbamëse e jona, do të me dëshmu se po e dojmë edhe po e synojmë mëshirën e Allahut fuqiplot
edhe shpërblimin e tij edhe kënaqësinë e tij. Më lejoni të them vetëm një 2-3 llafe lidhur me një formulë të mrekullueshme të ekuilibrit që e shkakton Ramazani me pakon e tij komplet e agjerimi në mënyrë të veçantë. E keni pas si të vjen natën e Ramazanit, ndron komplet programi jon i jetës me të gjitha oraret e tij. Ndryshe ushqehemi para Ramazanit, edhe mas Ramazanit ndryshe ushqehemi, oraret e ushqimit i kemi ndryshe në Ramazan. Po ndron edhe orari i xhumit, ndron edhe orari për shumë kanë, kush ka mundësi gjithsesi, ndron orari i punës, ata që punojnë për veti, ose ata që janë punëdhënës, ose janë shefa, ata me njerë ndrojnë orarin e punës, thotë du m'ja nis për 8, du m'ja nis për 10. A shështu apo jo? Krejt çdo gjë ndryshon. Pse? Për arsye se njeriu për një me ka nevojë atë rutinën jetësore nganjëherë me ndryshu edhe me e thy. Në radhë të parë gjatë gjithë vitit, ata që se aplikojnë agjerimin nafile, agjerimi i Ramazanit është fantastik për të gjithë, pa përjashtim, mirë pa ata e shohin ndryshimin. Ata që e falin namazin, po nuk është se dalin shpesh në xhami, në Ramazan aktivizohen më shumë. Ata që ton vitin kujdesen që me u dok bukur, që me u një mirë, që me një komoditetin edhe luksin, në Ramazan kjo punë bëjegi prishet. Ndran, nuk mos them që prishet, deri në atë nivel sa që edhe era e gojës ndryshon. Te agjerusi, sa dush ti mundesh me majt higjien, këta doktorat i thonë higjien orale, po s'ka çare patar dhe era e gojës. Edhe çajo erë e gojës e pakëndshme që është për neve, te Allahu është e dashtën. Në tonë e dim që Allahu është i bukur edhe e dën të bukuran, kësaj edhe aromat e këndshme Allahu i dën, aromat e pakëndshme, erat e pakëndshme, se s'bën më thon aroma, i urren Allahu, i urren me laçet, për sa ta në xhami kur vim do të me pas kujdes çysh po na vjen era. Amo aroma ose era e gojës së agjerusit te Allahu është shumë me vlerë. Pse? Për një arsye të thjeshtë, se ajo vjen si pasojë e një mundi që besimtari është të e bë. Një sakrificë që besimtari është të e bë. Djersa është e pakëndshme, dhe era e djersës është e pakëndshme, po djersa e punëtorit Allahu e don. Djersa e atij që angazhohet në rrugën e Allahut edhe në rrugë të hajrit, Allahu e don. Gjako, me i pas 2-3 pika gjak në këmish ose në tesha, s'bon më fal, do të me pastru ose me ndru ato tesha. Po gjakon e dëshmorit Allahu e don. Pse? Për arsye se vjen si dëshmi e sakrificës. Vjen si dëshmi e gatishmërisë së besimtarit për me bë për Allahun, jo çka Allahu ka lyp, ka kërku, po çka moj me bëne, në të drejtë. Këtë ekuilibër Ramazani e bën, për arsye se është njëkohësisht kujdes edhe për trupin edhe për shpirtin, po për shpirtin pak më shumë, ani pse edhe trupi nuk mbetet pa përkujdesje. Dëshmia më e thjeshtë për këtë çka është. Me dashur ndonjëri prej neve me thon, po du me agjeru 2 ditë me një syfer. Po çona në syfer sot, po agjeroj nesër, tani nesër s'po bëj iftar hiç, as po ha syfer, tani po agjeroj ditën vjuse, tek ditën e tretë po bëj iftar sërish, domethënë 2 ditë zban, s'lejohet. Nuk lejohet. Edhe me kon njerin në një situatë që s'ka me çka me e prish, ai spaku do të me e bon jetë, do të me thonë, të kisha pas do ujë stash e kisha pi. U presh agjerimi, u boj iftari. Pse se zban me agjeru 2 ditë pa ndërprej? Pse zban? Se trupi njeriut nuk e përballan. Është e ranë. E Allahu nuk e ka lyp prej neve atë e cila është e ranë. Pra, bëhet balansi dhe ekuilibri mes trupit dhe shpirtit. Bëhet balansi dhe ekuilibri në mënyrë të mrekullueshme në mes fisnikrimit të shpirtit edhe përmirësimit të raporteve me Allahun që i bie s'ka ma gjendje interesante që njeri lidhet me Allahun, se sa mas dite, mas i qinie, je shumë eqt, je shumë ont, je vetën në shpe, e ki frigoriferin plot, ama me ta dhe ndyjen nuk e merë një gotë uj me e qu, ose një kafshat buk me e hangër. Pse? Se edhin që Allahut sheh. Që kjo është e që kërkohet prej neve? Që Allahun na me e pas parasysh me mbikëqyrjen e tij absolute. Po kjo paralelisht e krijon edhe një balans, një ekuilibër edhe në rrafshin horizontal.
se Allahu na ka mësuar nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur jemi agjerueshëm, edhe nëse dikush na provokon, edhe nëse dikush na ngacmon, edhe nëse dikush na sulmon, na nuk do të me reagu. Jo që nuk do të me umbrojt, ajo është tim tjetër. Mirë po zbon me e kthy të keqen me të keqe, ignorancën me ignorancë. Nëse dikush tregohet xahil, ti tregohesh i matur. Nëse dikush tregohet agresiv, ti tregohesh i përmbajtur. Na të nderuar vëllezër, jemi të thirrur, edhe e kemi obligim që njerëzit mos me i trajtu vetë çysh e meritojnë. Po njerëzit me i trajtu edhe me njerëz me usill çysh na ka hije. E këtu është dallimi shumë i madh. Do thonë me usill me njerëz çysh na ka hije neve si musliman, e jo me i trajtu ata çysh e meritojnë. Pra, komplet jetën tonë e balanson, e ekuilibron agjerimi edhe Ramazanin përgjithësi, edhe mas Ramazanit do të me dalë fitues. Për me dashtë me ditë, e kena thonë sa herë dhe e thoi njerëzit, e kanë thonë njerëzit e mençun e ditur edhe para neve, për me ditë atu ka pranua agjerimi ajo, këshire vetën mas Ramazanit, ajo bo maj mirë se që e kanë. Edhe mos lip dëshmi në kojshi, ose me shku të një dashamir që e ki dikonja 50 km largë, edhe mi thonë, apo të do këna burri mirë. Jo, veti familjar tu, ajo më burri mirë. Se po mi edhnohen vllaznia kur po tham certifikatën e burrnis, do të me ta nënshkru gruaja, për ju do këtë heron. Po, faktikisht qështu është. Do në gruan tonë vetë ajo më burri mirë, nëse ajo thot je burri mirë, po një me je burri mirë. A ti që kime taku njëherë në 2 javë, njëherë në mujtë, e kime nejtë 15 minuta me to, kallaj është me nejtë një kamë rënjere edhe i thu që burnia që është me nejtë një kamë, një kamë burri. Po jo, burnia është diçka tjetër. Burnia është devotshmëri, burnia është mirësjellje, devotshmëria është mes tjera, është vetë përmbajtje, është durim. Me të gjuhë dikush me gurit, ti me gjuhë me buka, e shprehja. Nuk është deri në atë nivelin e nënçmimit. Mirë po, me gjithatë Allah na thot idfa billeti hiya ahsan, shtyj me më të mirën. Pra të keqen ktheje me të mirë, kime e pa tani që edhe armikun më të përbetuar, kime e shndron në Mekë, kryesisht. Në njëri mbetët që ashtu, po s'kem çka mi ba. Allah i madhruar na mundsoft me prit Ramazanin, shëndosh e mirë, e në udhëzim, e në rrugt Allahut, e në rehati, e në siguri, e në harmoni familjare, na mundsoft me agjeru, e me u fal, e me shërby, ashtu qysh Allahu është i kënaqur. Sigurisht do të kemi gjatë Ramazanit, nëse Allah na jep për ymër edhe mundësi takimet këtilla, këshillat do të jenë më të shkurta sigurisht. Po, me gjithatë ne do të vazhdojmë shoqërimin ton. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.